Prej hadithëve që i ka sjellë autori është ai që transmeton Bilal ibn Yasar nga babai i tij, nga gjyshi i tij, Zeidi radhiyallahu anhu, po jo Zeid ibn Haritha, ky ka qenë një Zeid tjetër, ka qenë shërbëtor apo sklav i liruar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot ky se e ka dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë men qala astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Do të ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush edhe këtë dhikr, këtë kërkim falje, kërkoj faljen e Allahut të madhërisëm, përveç cilit nuk ka të adhuruar tjetër me drejt, e i cili pra Allah është i gjallë dhe nuk vdes kurrë, edhe është el qayyum, mbikëqyrës dhe mbajtës i gjithçkaje, wa atubu ilay, edhe kthehem me pendim te ai, thot ghafara Allahu lahu wa in kana farra min az-zahf. Thot pejgamberi këtij njeri Allahu ja fal gjunat. Thot edhe nëse ka i nga fronti i luftës. Këtu po pceket vetëm një herë me thanë, ka ardhur disa transmetime vëllazër që disa dietari kanë saktuar me thanë këta 3 herë. Pa këtë lutje, këtë dhikr me thanë, këtë kërkim falje me thanë 3 herë. Hadithin transmeton vëllazër Abu Davudi, po ashtu edhe Tirmidhiu, edhe një grup i dietarëve, mesën e tyre dhe Sheikh Albani rahimahullah, e kanë saktuar hadithin. Kemi marrë vëllazër kuptimin e këtyre fjalive pikërisht këtë libër. Astaghfirullah, që është kuptimi astaghfiru, kërkoj faljen e Allahut. Istighfari vëllazër kemi thënë që është për qëllim me i kërku 2 gjëra prej Allahut subhanahu wa taala. Kur thotë astaghfirullah, e para është kërkon prej Allahut subhanahu wa taala që Allahu me t'i mbulu gjunat. Do të mos me t'i shfaq ato para njerëzve në këtë botë, e pa ashtu ajo që është më e rëndësishme, mos me t'i zbulu, mos me t'i shfaq në ahiret. Edhe e dyta, kërkon prej Allahut që Allahu mos me dënu për shkak të atyre gjunave. Mos me pas pasoja ato gjunave të cilat ti i ke bën. Pra astaghfirullah al-azim, pra kërkoj me faljen e Allahut të madhërisëm, al-azim. Madhërisëm për Allahu që është al-azim në qenien e tij, në cilësitë e tij, në emrat e tij, në veprat e tij. Para madhështisë së tij çdo gjë duket e vogël edhe pa rëndësishme. Pra për këtij Zoti madhështor ti po kërkon falje. Alladhi la ilaha illa hu, përveç cilit nuk ka të adhuruar tjetër të vërtet apo me drejt. Tash këtu po kërkon afrim të Allahu subhanahu wa taala përmes tauhidit, fjalës tauhidit, la ilaha illa Allah. E kemi thënë vëllezër se kjo fjalë është fjala më madhështore në ekzistencë. Për shkak se ai fjalë janë kriju xhenetet dhe zjarrin. Për shkak se ai fjalë kanë zbrit librat. Për shkak se ai fjalë janë dërguar pejgamberët, për shkak se ai fjalë njerëzit kanë më unda në xhenetli edhe banor xhehenemit. Pra është çelësi i xhenetit. Pra është fjala e fundit me cilën muslimani e përmbyll jetën në këtë botë. E kemi thënë se kjo fjalë përmban mohim edhe pohim. Atë la ilaha nuk ka të adhuruar, do të kemi çka mohim. Do të ti mohon që kushdo qoftë që adhurohet përveç Allahu subhanahu wa taala të adhurohet me drejt. Pra mohon një gjë tillë. Adhu illa Allah, këtu kemi pohimin përveç Allahut. Pra vetëm Allahu është ai i adhuruari me të drejt apo me të vërtetë. El Hayy, i cili është i gjallë. I gjallë dhe do thotë një kështu për emrave të bukur të Allahu subhanahu wa taala, El Hayy. I gjallë me jetë përsosur. Jetë që do thotë kjo jetë Allahut është të përsosur, është jetë cilës nuk i ka parapri mos ekzistenca, edhe cila nuk pasohet nga mos ekzistenca. E po ashtu është jetë cilë nuk ka asnjë lloj mangësie, po është jetë e përsosur. Edhe El Qayyum, edhe kjo është një prej emrave të bukur të Allahut subhanahu wa taala, që është El Qaimu bi nafsihi El Muqimu ghayrahu. Pra Allah është ai subhanahu wa taala i cili qëndron vetvetiu, nuk ka nevojë për askënd, edhe tjetra i mban të tjerët, do të thotë kujdeset për tjerët, kujdeset për krijesat e veta, për jetën e tyre, rrezikun e tyre, veprat e tyre. Pra Allahu kujdeset për çdo gjë që ka të bëjë me krijesat që i ka krijuar këtë univers, dhe asgjë nuk është e fshehtë për ta. Wa atubu ilay, pastaj po thu dhe pendohem tek ai, do thotë kthehem me pendim te ai. Po vrem dhe tham këtë version nuk po përmendet sa herë më e tha, ka ardhur disa versione që më e përmend, më e than këtë dhikr do 3 herë. Çka është rezultati i kësaj? Thot ghafara Allahu lahu.
Allahu ja fal gjunahet e njeriu, wa in kana farra min az-zahfi, thot pejgamberi, edhe nëse ky njeri ka ik nga fronti i luftës. Ka ik nga fronti i luftës. Do thot, qëllimi vëllezër është se i falen gjitha gjunahet. Do gjitha gjunahet, voglat edhe të mëdhajat. Pse shikoni vëllezër se ikja nga fronti i luftës, do të thotë kur ushtria muslimane përballet me ushtrinë jo muslimane, edhe dy ushtrit më përballen njëra me tjetrën, në këtë rast nuk lejohet asesi për musliman që me ik nga fronti i luftës. Sepse kjo përbën një prej gjunaheve të mëdha edhe shkatruese. Pra siç thot Allahu vëllezër në Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu idha laqitumul ladhina kafaru idha laqitumul ladhina kafaru fala tuwalluhumul adbar. Kur ti takoni jo besimtar, kur takoni luftë me jo besimtarët, mos ja u ktheni shpinën, mos ikni. Wa may yuwallihim yawma idhin duburahu. E kushdo për ju që ja kthen atë ditë shpinën, illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin. Të me përjashtim që ati që tërhiqet me të qëllim që të sulmoj përsëri, duan tërheqje që shuhet tash, këtë gjuhën bashkëkohore tërheqje taktike, thot aw mutahayyizan ila fi'a, ose për të bashkuar me një grup tjetër. Thot nëse nuk janë këto dyja mirë, po vetëm ik nga jo trimëria, nga frika, nga vdekja, thot faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Thot Allah ky njeri ka shkaktuar kundër vetes zemrimin e Allahut, wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir, edhe si streh do ta ketë xhehenamin. E sa përfundimi keq që është ky. Pa vlerë në bazë të kontekstit të ajetit, se kjo është prej gjunaheve të mëdha, se ka ardhur ka kërcënim i madh. Prej Allahut që është dënimi me xhehenem. E poashtu ka ardhur në hadithe, mesin e mëkateve, kur i ka cilësuar pejgamberi që as-sab'a al-mubiqat, 7 gjunahet shkatruese, që duhet mu largu prej tyre, ka përmend janë për tyre el-firaru min az-zahf, me ik von nga fronti i luftës kur përballen ushtritë e muslimanëve me jo besimtarë. Prandaj vëllezër, në bazë saj po e vrejmë që kur njeri pendohet me këtë pendim që është përmend këtë hadith, i falen edhe gjunahet e vogla edhe të mëdha. Për arsye se ka marrë këtë shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që është edhe nëse ka ik nga fronti i luftës, e thamë që kjo është prej gjunaheve të mëdha. Mirë po, çysh interpretohet vëllezër kjo? Do thotë, a vetëm nëse e thot njeriu me gjuhën e tij, pa e pas pranish me zemrën e tij, edhe pa e pas, domethënë jetë që për një më u pendu te Allahu subhanahu wa taala. Nuk është çështja ashtu vëllezër. Patjetër duhet me kanë pendim i sinqert, me thënë këtë dhikr, këtë fjalë, këtë kërkim falje, mirë po, edhe me pas për qëllim një gjatë tillë. Me kanë i penduar për një mend. E jo do thot me kanë që vazhdon në gjuna. E jo me kanë betile që e thu këtë vetëm me gjuhë, mirë po, kur do e ki njetin të në zemrën tane që kur do që t'jepet mundësia ti me njëherë ki me raqa, njetin gjuna. Do nuk e i pendum. Do në ki njetin e ki në zemrën tane që me vazhdu në gjuna. Atër nuk e meriton këtë epitet që më kanë i pendum të Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo nuk është teube vëllezër, kjo nuk është pendim, mirë po kemi thanë si që cekëm dersin e kalum, është vetëm istighfar. Por kërkan që Allah me të falë, kjo është një lloj lutje që njeri e bën me gjuhën e tij, edhe ndodh që njeri ja sheh hajrin sa do pak, mirë po me meritu, don epitetin që i pendum te Allah atëherë. A dhe vëllezër, pra hadithi po tregon se besimtari kur e thot kët pendim, kërkim falje, e thot duke u pendu sinqerisht. Ky është qëllimi. Siç ka në verzione të tjera të haditheve, "Wa man taba, taba Allahu alayh." Kur do që pendohet për një me, Allahu ja pranon pendimin, pse se pendimi, si shfarë në hadithe vëllezër, i rënon gjunahet që e në bëha para ti. Do thot njeri kur pendohet sinqerisht, krejt gjunahet i fshihen. Edhe madje i shëndrohen që kanë punë të mira, në sevape. Edhe tjetra njeri e fillon tash një faqe, një fletë, tre njetën e vetë. Sigur kur lind për zdyti. Pra pendimi i sinqerë është sigur ti me lind për zdyti. Andaj vëllezër, pra njeri kur pendohet këtë formë, sinqerisht, me vërtetësi, atëherë ky njeriu nuk i mbetet asnjë gjuna. Do pendohet me pendim të përgjithshëm nga gjitha gjunahet, edhe me pendim i cili i plotson kushtet që i përmendëm në dersin e kalum. Po këtij njeri themi vëllezër i kanë fal gjitha gjunahet, të mëdhajat edhe të voglat. Mirpo nuk është qëllimi, siç mendojnë disa që vetëm me e bë këtë shprehi me lvizje të gjuhës, sepse ky nuk është pendim i sinqert.